natyrisht duke përpjekur për të sjellë në vëmendje çfarë ke bërë ti deri tani në rrugtimin tënd, ke qenë pjesë edhe tek emisioni tjetri me Manushin. Po, me Edi Manushin. Po me Manushin si ishte eksperjenca? Fantastike. Vërtet? Po, Manushi shumë i rehatshëm. Po, wow! Ja te kje. Flokët e mia sa gjatë e shikonim i gra. Si me bë kështu në aran. Do bashkëpunoje sërish me Manushin? Nëse të ofronte, le të themi, një rubrikë tek e diell? Patjetër, Manushi është shumë zotëri, është shumë i respektueshëm dhe shkonim shumë mirë me njëri tjetrin. Unë e mbaj mend me shumë këshëri atko. Në fund, por jo për nga rëndësia, do doja të flisnim pak për aventurën tënde në Big Brother VIP. Ta ka ndryshuar jetën mendon? Ose të ka ndryshuar ty, apo jo? Mua jo, për jetën po. Në ç'kuptim ta ka ndryshuar? Për aq sa kam dalë, po sepse jemi në këtë aksionin e përditshëm për të bërë sa më shumë gjëra. Për të realizuar sa më shumë nga qëllimet që i kemi vënë vetes paraprakisht. E ke ndjerë këtë rritjen e jashtëzakonshme dhe popularitetin, nuk e di, në rrugë, në një dyqan? Po, unë kur dola, domethënë, nga atje brenda nuk e prisja se me thënë drejtën dëgjoj. Sidomos 2 muajt e fundit, më duk sikur s'kisha asnjë kamerë me vete dhe unë flisja mohabet, isha kështu që mendova që të tjerë po e marrin të gjithë vëmendjen për shkak të gjithë ritmit që i kishin dhënë normalisht çdo kush për interesat e veta, që i kishin dhënë gjës, dhe unë thash ti si jetë asnjë nga kanalët. Ose vrit mendjen. Kupton? Pra m'ishte kriju ky. Dhe kur dole zbulove krejt të kundërt. Kur dola, po më thoni, ke thënë këtë, unë kam thënë, keni dëgjuar juve, po këtë, ua që di. Tani, ka marrë feedback shumë të mirë, që të mos të Kush është kujtimi më i bukur që i merr këtij rrugtimi? Nëse do veçoj një. I gjithë rrugtimi ka qenë fantastik. Po nëse do veçoja një, e kam thënë dhe herë tjetër, ka qenë momenti që takova Tilën, që erdhi Tila, sepse nuk e prisja fare, ishte shumë moment i bukur. Për kë bëje tifo në fund fare, aty kur u ngjitën në podium flas Gjesti dhe Rozana? Nuk mund të them që bëja tifo. Unë dija që do e merrte Gjestin, në sensin që e perceptoja që do e merrte ai, për gjithë dashurinë që kishte në publik. Pra e prisje. Po, për gjithë ulërimat, për gjithë gjën. Bro rritjet. Po nuk e them dot se kush do doja unë që ta merrte. Domethënë është pak secili nga ne e ka pas vështirë. 103 ditë saktë, besoj të bukura, po edhe shumë të vështira në të njëjtën kohë. Jashtëzakonisht të bukura. Që një pjesë e konsiderueshme e tyre u shoqëruan ose në vëmendje të së cilave ishte raporti me Xhibanin. Edhe në mbylljet e fanklubi, mos gabohem tek puntata e fundit, pam disa replika të forta mes jush. Më thënë, janë qetësuar disi gjakrat apo s'doni ta shihni me sy njëri tjetrin? Po e them pak shumë e batut. Shikon, di them që më vjen keq se në fakt ne ishim 2 mirëditorë atje brenda. Ai ka qenë një djalë dhe vazhdon të jetë një djalë me shumë intelekt. Unë këtë ja kam thënë për aq kohë sa isha atje brenda. U koklavit pak situata, gjendja u tensionua, ndoshta më shumë se ç'duhet. Po ne nuk flasim, nuk kemi asnjë lloj komunikimi, normalisht. Besoj është qartë për të gjithë gjën që ka shkuar. Ai, mos gabohem, në një farë mënyrë ta ka atribuar ty paksa atë momentin kur goditi Gjestin, pra kur e shtyu, sepse thotë që e kam dëgjuar. Ishte i mërzitur prej teje. Ti mban mend çfarë ka ndodhur atë natë, atë mes jush apo jo? Nëse kishit pasur. Patjetër që e mbaj mend. Ata kishin shumë orë që rrinin në atë platformën. Kishin shumë orë që e ngacmonin njëri tjetrin. Ai kishte thënë disa herë që unë në orën 11 do zbres, në 11 do zbres. Dhe në fakt, kam bërë një batut të tipit, ai të them diçka e tillë. Po ka qenë më shumë batut. Pra nuk është i the diçka që ta lëndoja ose ku diun ose Jo, fare. Unë mbaj mend që me Gertën edhe me Livia, po bënim të shakan që zbrite, thonin gocat, më shumë. Në kam thënë vetëm me batut, pra me shaka gjithmonë. A i ndjerë në siklet që a i shprehu hapur ndjenjat e ti për ty,
kur ti e kishe deklaruar që je në një lidhje, tashmë të gjithë e dinin. Të ka bërë kjo të ndihesh në siklet? Po kam qenë siklet, me të drejtën. Normalisht është një farë sikleti, sepse unë si do t'jetë përkthyer, Danja e di mirë që nuk ka bërë asnjë gest pahishëm aty, që të duket sikur po ngacmoj dikë dhe dikush më kupton, pra ti tërheq domosdoshmërisht vëmendjen dikujt. Një lidhje që me sa di, familja e mori vesh nga ekrani. Ajo jotja me Redin. Tani unë e di që ti s'ke qef të flasësh shumë për këtë marrëdhënie dhe po përpiqem ta respektoj. Po nëse mund të pyes, babi e ka takuar Redin apo jo? Jo, akoma. Kur do ta takoj? Domethënë, keni lënë gjë, keni organizuar diçka apo? Shiko, ata e kanë me qef takohen me njëri tjetrin. Po unë kam siklet. Ke siklet? Se nga kush ke siklet? Ke siklet më shumë çfarë do thot babi për Redin apo Redi për babin? Jo, jam e bindur që do merren vesh, se të dy janë natyra të dashura shumë, po kam unë siklet. Kam përshtypjen çdo gotë se ka pas këtë. Po. Sikletin Si e çdo momentit. djalë kur prezanton të dashurën me mamin, për shembull. Shiko, Redi ka edhe një gjë që është shumë shpak si shaka gjy. Pini batut që s'duhet. Ke frikë se mos bën një batut më Po, shumë. është edhe shumë serioz, kur duhet, kështu që jam e bindur që do shkoj mirë, po këtë sikletin e kam tani ta problemin vetën. Tani mirë ti që je kështu shumë private, po dhe Redi shumë private. Megjithatë, e pabesueshme do thoni ju, po shumë e pabesueshme, që Redi, në një farë mënyre, t'jetë pjesë sot e Se luan topi, e beson? Mendon do jetë në një video mesazh, në një letër? Atë letrën e mora unë, sa isha atje. Bekotën. Si, lastohemi trik, më falni. Po, mos u lastom, çfarë do t'jetë e më presim. Okej, po shkoj ta marr. Po të lutem.